Në kuadër të implementimit të projektit për planin e konservimit të tërësisë urbanistike, Qershia e Madhe, sot në Gjakov është mbajtur një takim me përfaqësues të fushës së trashëgimisë kulturore, por edhe me qytetarë të interesuar. Qëllimi i këtij takimi ishte identifikimi i shënjuesve të rëndësishëm në qytet, në lagje dhe në komunitete, të cilët përbëjnë vlera të veçanta historike dhe kulturore për Gjakovën. Në këtë kuadër, drejtori i Qendrës për Trashëgimi Kulturore në Gjakov, Vistar Haxhibeqiri, theksoi rëndësinë e përfshirjes së komunitetit në procese të tilla. Jemi pjesë e ekspozitës, e cila është një ndër aktivitetet të cilat e fillojnë ose e hapin siparin e procesit hartimit planit konservuar për tërësinë urbanistike Qershia e Madhe. Realisht është një ekspozitë me foto të cilat pasqyrojnë qytetin e dikurshëm me tekst të veçantë tek pjesa vjetër e qytetit, nga koleksioni i arkivit të Muzeut Gjakovës, po edhe të Qendrës Renale për Trashëgimi Kulturor, kemi arritë të klasifikojmë diku rreth 70 fotografi, 20 prej cilave janë të ekspozuara dhe si pano, përderisa pjesa tjetër rreth 50 cash janë të shfaqura nëpërmes videoprojektorit. Haxhibeqiri tregoi më shumë edhe për karakterin dhe rëndësinë e kësaj ekspozite për ruajtjen e kujtesës kolektive. Ekspozita si e tillë më shumë ka karakter pune, sesa që ka karakter ekspozimi, çka do të thotë që ne tentojmë që gjatë shfaqjes këtyre fotove dhe bashkëbisedim me secilin prej vizitorëve, e urojmë që në mesin e vizitorëve të kemi vizitorë të themi të moshave më të shtyra, për të cilëve mund të nxjerrim pak më tepër se sa ajo që mund të lexohet fizikisht prej fotove. E këtu e kam fjalën për çështjet emocionale të cilat na shfaqen sa që ne jemi në kontakt me këto foto. E këto emocione janë shumë të nevojshme për procesin e vazhdueshëm të hartimit planit konservimit për tërësinë urbanistike Qershia e Madhe. Kjo nismë vlerësohet si një hap i rëndësishëm drejt mbrojtjes dhe promovimit të trashëgimisë kulturore, duke përfshirë qytetarë në mënyrë aktive në ruajtjen e identitetit të tyre urban.